autoritetet lokale, flakët janë përhapur me shpejtësi në një perimetër të gjerë, ndërsa tymi i dendur ka mbuluar jo vetëm zonën rreth depozitës, por edhe pjesë të qytetit duke ulur ndjeshëm cilësinë e ajrit. Ekipet zjarr fikse kanë punuar intensivisht dhe vijojnë të jenë në terren për të ndaluar përhapjen e zjarrit duke përdorur mjete, ujë dhe forca shtesë. Megjithatë, vatra e zjarrit mbetet aktive dhe sfida për fikjen e tij vazhdojnë. Banorët e Kukësit shprehen të shqetësuar duke theksuar se kjo situatë përsëritet çdo vit dhe që tymi i dëmshëm prek sidomos fëmijët dhe personat e moshuar. Ky është rasti i tretë brenda 3 viteve që fusha e mbetjeve digjet, çka ka ngjallur dyshime për zjarrvënie të qëllimshme. Prefekti i Kukësit ka bërë me dije se zjarri është vendosur nën kontroll dhe nuk ka rrezik për përhapje në zonat pyjore rreth, por hetimet paraprake nuk përjashtojnë mundësitë e qëllimshme të ndezjes së zjarrit. Ngjarja ka rikthyer në vëmendje mungesën e një plani që qëndrueshëm për menaxhimin e mbetjeve në Kukës dhe nevojën për investime serioze në infrastrukturën e trajnimit dhe depozitimit të tyre, si dhe një monitorim të vazhdueshëm të sigurisë së ambientit.